Sezoni i ngrohjes në qytetin e Gjakovës është mbyllur sot me 15 prill, duke u vlerësuar si një ndër sezonat më të suksesshme nga drejtuesit e ngrohtorës së qytetit. Drejtori Blerim Halilaj ka theksuar se ky vit ka qenë veçanërisht sfidues, pasi për herë të parë është operuar me sistemin e kogjenerimit, duke prodhuar njëkohësisht energji termike dhe elektrike. Sipas tij, pavarësisht sfidave fillestare dhe eksperiencës së parë me këtë teknologji, ekipi ka arritur të menaxhojë me sukses të plotë sezonin, duke siguruar furnizim të qëndrueshëm për konsumatorët dhe duke përmbyllur një periudhë mjaft të suksesshme pune. Ne konsiderojmë që kemi realizuar një sezon jashtëzakonisht të suksesshëm, duke pas parasysh që në këtë sezon është hera e parë që ngrohtoria ka punuar me kogjenerim, që paralelisht pjesës së energjisë termike kemi prodhuar energji elektrike, pra ka qenë një sfidë për ne për shkak se ishte hera e parë e operimit me kogjenerim me turbinë, po së bashku me ekipet tona, mendojmë që kemi mbrimi atë jashtëzakonisht mirë dhe në llogaritë që kemi përfunduar një sezon jashtëzakonisht suksesshëm. Ndërkohë, pas përfundimit të sezonit dhe ndërprerjes së furnizimit me ngrohje për konsumatorët, ngrohtoria tashmë ka nisur menjëherë procedurat të mirëmbajtjes dhe përgatitjes për sezonin e ardhshëm 2026-2027. Menjëherë pas ndërprerjes plot furnizimit dhe uljes temperaturave në rrjet dhe në kallëdhame, menjëherë fillojmë pjesën e procedurave të remontit, pajisjeve, mirëmbajtjes brenda impiantit, po gjithashtu paralelisht mirëmbajtjeve që duhet bëhen në impiant, në të njëjtën kohë duam të bëjmë gati rrjetin për sezonën tjetër, kështu që procedurat përgatitje për sezonën 26-27 fillojnë për javës tjetër. Nga aty është bërë e ditur se këto ndërhyrje janë të domosdoshme për të garantuar funksionim sa më efikas dhe furnizim cilësor për qytetarët në sezonin e ardhshëm të ngrohjes.